Ekipi i Bankës Botërore në Shqipëri zhvilloi një vizitë në Universitetin e Shkodrës Dujgj Gorakuqi, ku organizua një bashkëbisedim me studentët dhe stafin akademik. Pjesë e delegacionit, Massimiliano Paolucci, prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Në fokus të diskutimeve ishin performanca ekonomike e Shqipërisë, tregu i punës, inflacioni dhe zhvillimet në sektorin financiar. Ky është një raport që ne e përgatisim çdo 6 muaj. Dhe ai jep një përshkrim të situatës ekonomike të Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve specifike të rajonit. Gjithashtu tregon se ku po shkon ekonomia, cilat janë burimet e stresit dhe tensioneve, por edhe cilat janë mundësitë që ekonomitë të rriten më tej dhe në një mënyrë më të balancuar. Pra, mundësia për studentët është në thelb që të dëgjojnë drejt për drejt përshkrimin dhe analizën e ekonomistëve tanë dhe ta zbatojnë këtë, shpresojmë, në studimet e tyre të përditshme. Një pjesë e rëndësishme e raportit i kushtohet vështirësive që hasin të rinj në kalimin nga arsimit në tregun e punës. Raporti evidenton se papunësia të rinjve mbetet e lartë në gjithë rajonin, ndërsa një pjesë e madhe të diplomuarve e nisin karrierën në pozicione në nivelin e kualifikimit. Po ashtu emigrimi po shihet alternativë ndaj punësimit në vend. Përfaqësuesit e Bankës Botërore theksuan se sfida nuk lidhet me mungesën e arsimit, por me lidhjen mes universiteteve dhe tregut të punës.